Në kantierin e aeroportit të Vlorës janë rikthyer sërish tensionet dhe përplasjet mes përfaqësuesve të dy kompanive që pretendojnë administrimin dhe kontrollin e projektit. Situata mbetet e paqartë në terren ndërsa konflikti mes palëve po vijon të ndikojë drejt për drejt në ecurinë e punimeve të një prej investimeve më të rëndësishme infrastrukturore të vendit. Këtë të njëjtë sipas një vëzhgimi të realizuar nga televizioni 6+1 Vlora, hyrja kryesore e kantierit ishte bllokuar plotësisht nga kamion të vendosur nga kompania 2A Group në pronësi të biznesmenit Valon Ademi, si edhe nga punonjës të sigurisë private të angazhuara në vend. Përpasoi lëvizja e mjeteve dhe hyrja në ambientet e aeroportit u bë e pamundur. Jo vetëm hyrja kryesore, por edhe hyrja e dytë që do të çon drejt terminalit të aeroportit rezultonte bllokuar. Kamionët e pozicionuar në të dy akset kryesore kishin krijuar një situatë ngërçi, duke penguar qarkullimin normal brenda zonës së punimeve. Megjithatë, ditët e fundit janë shënuar episode tensioni dhe përballje mes punonjësve të kompanive rivale. Këtë të njëjtë situata paraqitej më e qetë. Nuk janë shënuar përplasje fizike apo incidente mes palëve, por në terren vjen re mungesa e aktivitetit normal të ndërtimit. Pjesa më e madhe makinerive ishin të ndaluara, ndërsa punimet dukeshin të pezulluara. Situata vazhdon të jetë tensionuar në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës, sikundër ndiqni nga pamjet pasmeje, është bllokuar hyrja për në kantier. Ende nuk ka një zgjidhje, ndërsa në aeroport për momentin nuk po punohet. Edhe pse nuk ka përplasje fizike, sikundër ka ndodhur në këto ditët e fundit, gjatë kësaj të njëjtëje që ne po zhvillojmë këtë vëzhgim, situata mbetet e bllokuar. Një automjet i tonazhit të rënd, sikundër ndiqni, ka bllokuar hyrjen për në kantier të të gjitha automjeteve, ndërsa rreth e rrotull këtij territori janë punonjës në pritje. Po ashtu edhe dera e cila gjendet direkt e fokusuar nga kamera në këto momente është e mbyllur dhe me roje private. Një situatë që ende nuk ka marrë zgjidhje dhe një situatë që kërkon zgjidhje të menjëhershme, po të kemi parasysh rëndësinë strategjike të kësaj vepre madhore. Në kantierin e aeroportit të Vlorës vijon të mbizotrojë një situatë e paqartë, edhe pse konflikti për pronësinë dhe administrimin e projektit mori një drejtim ligjor pas vendimit të gjykatës së lartë. Në terren përplasjet mes kompanive nuk kanë marrë fund. Bllokimi i hyrjeve dhe ndërprerja e punimeve po sillin vonesa të mëtejshme në realizimin e këtij projekti strategjik për vendin tonë, e në veçanti për Vlorën dhe Jugun. Pak ditë më parë, konflikti për kontrollin e projektit mori një zhvillim të rëndësishëm pas vendimit të dhënë nga gjykata e lartë, e cila vendosi në favor të kompanisë Mapgo. Vendimi pritet të jepte fund mosmarrëveshjeve që prej muajsh kanë shoqëruar ndërtimin e aeroportit, por ngjarjet e fundit tregojnë se situata në terren mbetet ende larg normalizimit. Përplasjet e vazhdueshme mes palëve kanë sjellë pasoja të drejtpërdrejta në ritmin e punimeve. Burime pranë projektit bëjnë të ditur se bllokimet e përsëritura dhe konfliktet administrative kanë ndikuar negativisht në zbatimin e grafikut të ndërtimit. Aeroporti Vlorës konsiderohet një nga projektet më të rëndësishme të infrastrukturës në vend dhe pritet të ketë një ndikim të madh në zhvillimin ekonomik, turistik dhe transportues të rajonit. Për këtë arsye, çdo vonesë në realizimin e tij shihet me shqetësim jo vetëm nga institucionet, por edhe bizneset dhe qytetarët që presin vendosje në funksion të aeroportit. Por deri në një zgjidhje, kantieri i aeroportit të Vlorës do të vijojë të mbetet i bllokuar, ndërsa fati për përfundimin e projektit duket gjithnjë më i vështirë për t'u respektuar.